Kjo është pjesëmarrja e votuesve deri në këto momente, është ora 10:39 minuta. Në komunën e? Në komunën e Gjakovës e kemi pjesëmarrjen deri tani 1.9%. Vazhdojmë me komunën tjetër, me aq sa kemi informata. Në nivel komunal, komunat që më së shumti deri tani kanë votuar ose qytetarët kanë ushtruar të drejtën e tyre për vot është komuna e Junikut. Ja e kemi 5.3%. 5.34 nga gjithsejt pjesëmarrjen. Janë 259 votues që kanë votuar në komunën e Junikut, ndërka që në listën e votuesve janë 4.826 të tillë. Deri tani pjesëmarrja është 5.34%. Po kalojmë në komunën e Deçanit, atje numri votuesve në listën e votuesve është 21.444. Më pas numri votuesve që kanë votuar deri në këto momente është 1.282 dhe pjesëmarrje në këtë komunë ishte relativisht e vogël, 3.1 apo 3.2, sepse regjia kaloi në komunën e Prishtinës në kryeqytet. Jemi në kryeqytet, në listën e votuesve janë 222.326 votues, deri tani kanë votuar mbi 7.000, ndërka që përkthyer në përqindje, pjesëmarrja deri tani është 3.15%. Numër relativisht i vogël, në orën 11 ashtu si që është paralajmëruar, do të ketë edhe një konferencë për media të KQZ-s, kur do t'i shpallin këto rezultate, mirë po tashmë ne po mund t'i shohim edhe në kohë reale, në platformën e KQZ-s. Jemi në komunën e Kamenicës, atje dalja apo pjesëmarrja deri më tani në këto zgjedhje është 2.88%, numri votuesve në listën e votuesve është 33.778, numri votuesve që kanë votuar deri tani përkthyer në shifër është 972. Në komunën e Skenderajt, deri tani kanë dalur 1.79% e votuesve për të ushtruar të drejtën e tyre qytetare, nga gjithsejt 54.413 votues sa numëron kjo komunë, deri tani kanë votuar 976 ose 1.79%. Kalojmë në komunën tjetër, kalojmë në Suharek, atje kemi numrin më të lartë të votuesve nga diaspora sa për informacion. 2.37% është pjesëmarrja e kësaj komune, qytetarëve të kësaj komune në këto zgjedhje deri më tani. Numri votuesve në listën e votuesve është 69.770, ndërka që numri votuesve që kanë votuar deri në këto momente është 1.655. Kalojmë tani në Klinë. Në komunën e Klinës deri tani kanë votuar 2.66% e listës së votuesve. Kemi në Zubim Potok pjesëmarrjen 6.29% të votuesve. Numri votuesve në listën e votuesve në këtë komunë është 6.486. Numri votuesve që kanë votuar deri tani është 408. Në Zveçan pjesëmarrja është 9.37%. 6.872 votues në listën e votuesve, nga ta 644 deri tash kanë votuar, si që po shihet nga rezultatet dhe nga ajo që pam në pamjet dhe në lidhjen direkte që kishim me gazetarin tonë Driton Sadiku, është votim i organizuar, votim kolektiv, prandaj edhe përqindja shumë e madhe në këtë vend. Në Leposaviq? Kemi kaluar tashmë në Leposaviq, atje pjesëmarrja votuesve është 1.54%, numri votuesve në listën e votuesve është 12.395, ndërka që numri votuesve që kanë votuar deri në përditësimin e fundit nga faqja zyrtare e KQZ-s është 191. Tani kalojmë në një skaj tjetër të Kosovës, jemi në Podujev. Në Podujev nga 86.668 votues sa përmban lista e votuesve, deri tani kanë dalur në votime 2.84% ose 2.459 qytetarë. Jemi në Fushë Kosovë, 3.22% është pjesëmarrja e votuesve në këtë komunë, nga 51.075 votues që janë në listën e votuesve, deri në momentet që po flasim kanë votuar 1.726.